Historiani, koleksionisti dhe ish drejtuesi i kadastrës Artan Lame është nderuar në Ersek, aty ku rrithte origjina e tij. Këshilli Bashkiak i Kolonjës vendosi që një nga rrugët e qytetit të Ersekës ta emërtojë me emrin e Artan Lames. Tani ishte një nga kolonjarët sharmant të Kolonjës, njerëz të mrekullueshëm si tani është krenari që jetuan, punuan dhe i dhanë për pak kohë, për fat të keq fizikisht në shqiptarisë, për atë pasionin që ai dëshmonte, virtytet që ai kishte. Ne kemi krenarin që tani të jetë biri Kolonjës dhe tashmë e meriton që një nga rrugët kryesore të qytetit të mbajë emrin e tij dhe ne jemi krenar për këtë vendim. Familjarët e Lames, por edhe miqt janë shprehur të emocionuar për nderimin që i bëhet figurës së tij. Ndihem po aq krenare, saq edhe ndiej tani për Kolonjën dhe për Ersekën e tij. Kur më morën në telefon nga Këshilli Bashkiak i Ersekës dhe më thanë që zhvon emri i rrugës Artan Lame, ma hoqën gjysmën e dhimbjes që kisha dhe isha shumë e lumtur për këtë dhe mezi po e prisja momentin që të inauguroj. Në emrin kolonjar ai flinte. Është e çuditshme se sa pasion kishte. I thosha po dhe unë jam libo vite, dhe unë kam Amir Rustemin. Lere më im thoshte, me kolonjarët nuk hajni do të juve. Është një nder dhe për Lamen vetë, për ta kujtuar, por edhe për ne miqtë e tij që përkujtohet në këtë mënyrë. Prezent në ceremoninë e nderimit ishin familjarë e miq të Artan Lames, njeriut që krenohej me fshatin e tij qytez.